Së pari më lejoni që t'i falenderoj të gjithë qytetarët që e shfrytzuan të drejtën për të zgjedhur në mënyrë demokratike kryetarët e komunave në 18 sosh në këtë raund të dytë apo në balotazh. Lëvizja vetëvendosje është hera e 4 që merr pjesë në zgjedhje lokale. Herën e parë në vitin 2013 kemi fituar një komunë. Herën e dytë në vitin 2017 kemi fituar 3 komuna, herën e tretë në vitin 2021 kemi fituar 4 komuna dhe në bazë të dhënave që i kemi marrur nga komisionerët tonë, kësaj radhe kemi fituar në 7 komuna. Kjo është një sukses i lëvizjes vendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por më lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar, Podujeva, Shtimja, Kamenica, së cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe, por përveç kësaj është e qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Fush Kosovë dhe në Obiliq. I falenderoj kandidatët tonë, ekipet e tyre, shtabes zgjedhore dhe aktivistët tonë të cilët kanë pasur një betejë të jashtëzakonshme meqense në të gjitha këto raste të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetëvendosjes. Pra vetëvendosja është ballafaqur me të përbashkëtën e tyre, e cila është një situatë pa precedent në historinë politike elektorale të Kosovës. Andaj ky është një sukses i vetëvendosjes dhe i qytetarëve. Ne i përpiqesim rezultatet ende nga komunat e tjera. Me siguri që do t'ju drejtohemi sërish kur t'i marrim ato, mirë po tash më duhet të shkoj me nxitim në tubimin festiv, së pari në Fush Kosovë, pastaj në Kastriot e mandej natyrisht në Mitrovic. Faleminderit shumë.